Gjatë sezonit veror, kur lëvizjet në pikat kufitare janë të shtuara, punonjësit e doganave do të jenë më të shumtë në numër dhe me orar më të zgjatur pune, për të mundësuar kalim sa më të shpejtë të mjeteve. Kemi vendosur sigurisht shërbimet përforcuar. Pra, punonjësit e doganës tashmë do kenë punonjës shtesë për punuar në ato funksione ku ka një fluks të shtuar udhëtarësh ose edhe mallrash, pavarësisht nga natyra e punës që kryen, që t'i përgjigjen lëvizjes dhe qarkullimit sa më të shpejt. Po ashtu janë shtuar kohët e punës. Pra, shpeshherë orët e punës, shpeshherë vendosen doganierët në orare të zgjatura pune për t'u përgjigjur atyre orareve ku ka një fluks të shtuar udhëtarësh. Duke u ndalur te koha që kërkon zhdoganimi i mallrave, drejtori i përgjithshëm i doganave në një intervistë për Vision Plus shpjegoi se maksimumi i pritjes për operatorët ekonomik është rreth 8 orë, në varësi të riskut që paraqitet. Mund t'ju them që ne kemi një sistem që e bazon rrezikun e mallrave në 3 nivele. Në kanalin jeshil janë ato kompani që janë shumë të rregullt me administratën doganore dhe kushdo që nga këto kompani kryen procedura zhdoganimi me doganën, kalon traun e doganës brenda 20 minutave. Kanali i verdh nënkupton që bëhet vetëm një kontroll dokumentar të mallrave të deklaruar. Kjo si rregull përfundon rreth 50-60 minuta. Në kanal të kuq janë ato që paraqesin një risk të shtuar, pra janë kompani që ose sapo kanë filluar të veprojnë me administratën doganore, ose ka pasur probleme në raport me deklarimet e tyre të mëparshme, dhe kjo dikton dhe nevojën për një kontroll fizik. Pra, përveç kontrollit dokumentar, shikohet dhe gjendja fizike e mallrave. Në këtë rast është rreth 500 deri në 550 minuta koha e përpunimit një deklarate. Në këtë periudhë me fluks turistik, synimi i doganave është që koha e pritjes për mjetet private të reduktohet në më pak se 2 minuta, ndërsa për kroçerat në më pak se 20 minuta.